Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm 2 banane në ditë dhe do I thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Të pasura me vitamina dhe minerale, bananet janë një nga frutat më të shëndetshme në botë. Konsumimi të paktën një banane në ditë ju ndihmon që të ulni rrezikun për të prekur nga sëmundje të ndryshme dhe njëkohësisht përmirëson shëndetin tuaj. Bananet janë gjithashtu një nga frutat më të preferuara të pothuajse të gjithë njerëzve, por e dini që bananet munden të jenë të mira më shumë se sa një ilaç. Nëse për çdo problem me shëndetin merrni ilaçe, ju mund të bëheni të varur ndaj tyre pa harruar efektet anësore që ato kanë. Prandaj, është mirë që për probleme të vogla ju të përdorni kura natyrale dhe të ushqeheni në ushqime të shëndetshme si fruta dhe perime. Këto 6 probleme me shëndetin mund të zgjidhen më mirë në qoftë se ju konsumoni banane. Problemet me tretjen. Ky është një frut, një probiotik I cili stimulon tretjen e ushqimeve. Fibrat e shumta në banane gjithashtu ndihmojnë në normalizimin e zorrëve dhe ajo shërben si një laksativ tërësisht natyral. Stresi. Stresi prek direkt metabolizmin duke ulur kështu nivelin e kaliumit dhe të sheqerit në trup. Konsumoni një banane çdo ditë për të rregulluar nivelin e sheqerit në gjak, energjinë dhe kaliumin. Gjithashtu e mban në zemrën tuaj akoma edhe më të shëndetshme në këtë mënyrë. Tensioni I gjakut. Shumë njerëz kanë tension të lartë të gjakut pasi kanë mungesë të kaliumit dhe konsumojnë sasi të mëdha kripe. Kaliumi tërheq kripën nga ushqimi dhe nxirrat të jashtë trupit, prandaj ju duhet që të konsumoni banane për të mbajtur nën kontroll tensionin tuaj të gjakut. Sindromi premenstrual. Sipas informacioneve, këto fruta janë njëkohësisht të pasura me vitaminën B6 e cila kontrollon nivelet e glukozës. Nëse këto nivele janë në rregull, atëherë ju nuk do të keni shumë dhimbje. Ndërkohë, sipas informacioneve, bananet ulin gjithashtu shanset për fryrje ose dhimbje të barkut apo ndryshim të humorit gjatë ciklit menstrual. Depresion. Bananet gjithashtu ndihmojnë me kalimin e depresionit fal niveleve të larta të triptofanit, I cili konvertohet në serotonin duke I bërë më të lumtur neurotransmetuesit e trurit. Ndihmon për të dobësuar. Kombinimi I një bananeje me ujë në temperaturë rrëdhome do të përshpejtojë metabolizmin tuaj dhe mund të ndikojë në reduktimin e yndyrës në trup. Bananet gjithashtu përmbajnë një lloj nise shteje I cili do t'ju bëjë juve të ndiheni akoma edhe më të ngopur. Ndërkohë, banane mund të konsiderohet si një frut I nënvlerësuar në krahasim me frutat e tjera ekzotike, të cilat tashmë janë kthyer në një trend, por përfitimet e këtij fruti janë vërtet të shumta. Banania është mjaft e shijshme. Ajo I jep trupit ton të gjitha ato gjërat e mira për të cilat ai ka nevojë. Ato përmbajnë shumë vlera ushqimore, vitamina, fibra, ëmbëlsues natyral si sukroza dhe njëkohësisht fruktoza. Sipas informacioneve, jap se duhet të hani një banane çdo ditë dhe t'i thoni doktorit ik. Gjëja më e mirë për bananet është se I gjen shumë lehtë dhe kanë një çmim tepër të lirë. Ato I gjen edhe tek dyqani poshtë shtëpisë me një çmim mjaft të mirë. Banania është një nga frutat më të konsumuara në botë, më shumë se mollët dhe portokallet të marra së bashku. Këtu ju do të mësoni disa prej përfitimeve më të mëdha shëndetësore që ne marrim pikërisht nga banania.
Urthi. Ndryshe njihet si djegja e stomakut, bananet kanë një efekt natyror anti-acid dhe mund të të çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuara nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton të hash vetëm një banane dhe menjëherë do të ndjesh lehtësim nga simptomat e djegjes së stomakut. Tension i gjakut. Bananet janë një frut mjaft i shëndetshëm për zemrën. Ato gjithashtu janë të pasura me potasium dhe kanë shumë pak sodium, një kombinim i përsosur për mbrojtjen nga infarkti dhe njëkohësisht goditjet në tru. Burim energjie. Sipas informacioneve, nëse ha 1 ose 2 banane në ditë para ushtrimeve në palestër, do të përfitoni mjaftueshëm energji për mbi 1 orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët, glicemia, vitamina dhe mineralet janë një mbështetje tepër e madhe për trupin, duke i dhënë atij forcë, ndërkohë që potasi ndihmon për të parandaluar ngërçet muskulare. Kundër anemisë, bananet janë një aleat tepër i vlefshëm, sidomos personave të cilët vuajnë nga anemia. Banania u jep atyre hekurin e nevojshëm të dietës që stimulon qelizat e kuqe të gjakut dhe prodhimin e hemoglobinës, por njëkohësisht edhe furnizon me gjak. Ulçëra. Ata të cilët vuajnë nga ulçëra në stomak e dinë shumë mirë që duhet të rrinë larg disa ushqimeve. Mos u shqetësoni, banania nuk është një prej tyre. Mundet që t'i konsumoni pa problem sepse nuk do t'ju shkaktojnë asnjë shqetësim në stomak. Kjo ndodh sepse bananet janë të buta, të lehta, kremoze dhe njëkohësisht të mira për stomakun, duke i dhënë atij mburojjen e nevojshme ndaj aciditetit dhe njëkohësisht irritimit. Frut i lumturisë. Sipas informacioneve, banania të shton humorin dhe lufton depresionin për shkak të nivelit të lartë të triptofanit, i cili në trupin ton transformohet në serotonin. Serotonina është një hormon i lumturisë. Ajo i bën njerëzit të ndihen të qetë dhe të lumtur, si edhe njëkohësisht me humor të mirë. Sipas informacioneve, bananet janë qetësuese nervash. Duhet të hash banane kur je me humor të keq apo i stresuar. Ky frut magjik ndihmon në rregullimin e nivelit të sheqerit tuaj në gjak. Vitamina B, e cila gjendet me shumicë tek banania, qetëson sistemin nervor dhe njëkohësisht ajo i bën njerëzit që të jenë më të lumtur, më të qetë dhe më të shëndetshëm. Kundër temperaturës së lartë. Sipas informacioneve, duhet të dini se në rast se keni temperaturë dhe jeni prekur nga viroza të ndryshme, konsumoni një banane dhe do të keni përfitime të jashtëzakonshme në shëndet. Në sajt e enzimave që përmban, banania ul temperaturën e trupit. Banania ofron mjaft përfitime të tjera për organizmin tuaj. Mos u mjaftoni me 1 apo 2, mund t'i konsumoni gjatë ditës, kur ndihesh i uritur, ke nevojë për energji dhe për humor të mirë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.